Mirë se vini në episodin e parë të podcastit Ivy Journey. Musafiri i parë është Dren Krasniqi, nxënësi i parë që përfundoi studimet e gjimnazit në Kosovë, edhe pastaj u pranua në Harvard me bursë të plotë. Faleminderit që ka pranuar mua në emision Dren. Përshëndetje Tringa, faleminderit për ftesën edhe është ndër për mua me qenë i ftuari i parë në podcastin Ivy Journey. Dren na treg rreth rrugtimit tënd nga Peja në Harvard. Po, gjithçysh. Rrugtimi jam, ndoshta do njerëz thonë që po shkoj shumë herët, po unë them që ja kom fillu prej klasës parë. E kom fatin që kom lind në një familje ku bota akademike dhe libri ka pas rëndësi prej një moshe shumë të vogël, edhe jo më rrit me atë idenë që sa ma shumë që mëson, çaq ma shumë sukses ki me pas në jetë, edhe nëpërmjet librit nuk ka dyrë në jetë që nuk munden me tu qelë. Edhe kështu jo mësu që sa ma shumë që mëson klasën e parë, klasa 2 ka mu konë ma e letë, pastaj klasa 3, klasa 4, e kështu më rëndë. Kështu kisha thonë që rrugtimi jam ja ka fillu prej klasës parë, se mendoj që gjithmonë kam qenë një lloj studentit që ku marr nota të mira, edhe kom pas sukses akademikisht. Suksesi akademik është një ndër kriteret e Harvardit, po ka edhe shumë kritere të tjera. Cilat kanë qenë kualifikimet e tuaja që mendon ti që të kanë pranuar? Po, tash Harvardi ka një sistem shumë interesant, se ka mbasi që të pranohesh si student i pranuar, mundesh me bo kërkesë me lexu arsyen pse të kanë pranu. Edhe unë këto e kom bo javën e parë që kom shku, domethënë hala nuk e kom besu ato që jom pranu dhe kom dash me pa çka cila pjesë e aplikimit tam për një më ka shti mu me differentiate, mu konë ma ndryshe se sa aplikantët e tjerë. Edhe në fund kanë qenë esejat, që o konë një prej arsyeve kryesore pse kom punu me Ivy Journey për shkak të ekspertizës që ka Ivy Journey për sa i përket esejave. Pastaj po ashtu për sa i përket këtyre statistikave si TOEFL, SAT, besoj që kom pas nota mjaft të nalta. Mendoj që për 2018 të paktën disa prej tyre kanë qenë rekorde në nivelin kombëtar. Në SAT nëse nuk gaboj kam pas 1510 prej 1600-ve, TOEFL i kom pas 117 prej 120-ve. SAT subject test nuk kam dëshdu si pjesë e aplikimit, edhe po ashtu GPA-n e kom pas pak mbi 4.0. Unë kam qenë student në një shkollë të mesme American School of Kosova, cilja ka pasur sistemin akademik amerikan, kështu nota më e madhe që ka mujt me pas mesatare ka qenë 4.0, imja ka qenë 4.05 apo 4.06 për shkak se kam pasur disa klasa advanced placement që ma kanë mundsu me pas mesataren pak mbi çka ka qenë normale atëherë. Për Harvardin kena dëgju shumë, edhe kur e shikojmë në Google, rata e pranimit në Harvard është 3.4, kur shikojmë për studenta internacional është 1.0. Do të thonë ti je në 1 nga 100 aplikantë që pranojnë, që aplikojnë dhe pranohen në Harvard. Suksesi yt është i jashtëzakonshëm. Tash gjatë podcastit kena me fol shumë gjatë për eksperiencën tonë si student në Harvard, pa mundesh me na tregu pak edhe çka punon tash, ti që 3 vite ki diplomuar nga Harvardi, kështu që pas diplomimit çka ke studiu në Harvard dhe çka është puna aktuale që tash e bën? Po, gjithsesi veç para se me fol për punën që e bëj, që tash po duhet ti ton kon po thush sukses i jashtëzakonshëm. Po, është sukses i madh dhe nëse i kqyr statistika doket që është shumë vështirë me mbri, po nëse për kondicion të dëgju, unë kisha thonë që gjithçysh aplikoni, se ndoshta me statistika kur e sheh njëri që është shancat i ki 1 prej 100 me apliku, shumë njerëz nuk aplikojnë fare. Edhe pse kur nuk i dihet, kështu veç pse i këshyr shto statistika e këshyr jo veç për Harvard, po për çdo fakultet apo çdo program që njëri don me apliku, veç pse janë statistikat e vogla nuk do të thonë që nuk duhesh me apliku, përkundrazi kur nuk i dihet. Kështu që i kisha encourage na falni se dash 8 vjet në Amerikë pak problem me mu kujtu disa fjalë shqip, po sa më shumë nxënësat, edhe se për një besoj që rinia e Kosovës, pak unë qëto jo më rritë edhe kom pa që për një me, rinia e Kosovës jonë t'jashtë zakonshëm. Studentat sa mësojnë Kosovës, sa inteligenta jonë për kundra zi faktit që nuk i kanë mundësi që i kanë studentat në plot vendet botës, mbrin për një me sendet t'jashtë zakonshme. Tash, përgjigje e gatë, po shkoj të pyetja tamon që e bone. Unë në Harvard kom studiu ekonomi, që ka qenë tema kryesore që kom studiu për gjatë 4 viteve të nivelit bachelor. Pastaj kam filluar me punu në EY Parthenon, që është një pjesë e kompanisë globale Ernst & Young, ku jam pjesë e private equity practice, fatkeqësisht në Kosovë nuk ekziston si industri puna që e bëj unë në Amerikë,
Përkatësisht për këto 3 vitet e fundit, çka kom bo është që të themi një kompani si Devoli Corporation dën me ble një kompani ma të vogël, për shembull Komoditën, atëherë Devoli e punëson kompaninë teme bo një analizë të Komoditës si biznes, po ashtu edhe të marketit që funksionon Komodita për shembull, të dyshekave dhe të mobiljeve, edhe na i tregojmë Devoli Corporation a duhet me ble Komoditën apo duhet me ble ndonjë kompani tjetër që funksionon në të njëjtin market apo duhet më fokusu në një market tjetër. Pasionuese, shumë punë interesant. Faleminderit. Edhe shumë pëlqej mesazhi që jep, se që kjo ka qenë arsyeja dhe që e kena themeluar Visionin, se don kur e kom pas kohën me apliku në universitete, kur e shikojsh këto statistika, mundo ke e pa mundur. Dhe arsyeja se bëjmë këtë podcast është më ju tregu të tjerëve që të tjerët e kanë arritë edhe është shumë e mundur me bo. Po duhen me ditë që kërkon punë si proces. Rreth përvojës tonë në Harvard, kom shumë pyetje, po më pak intervistën kujtohet që tha që për shembull prej landëve zgjedhore, mas pari ndoshta tregona sa landë i keni pas për semestër dhe çush ka funksionu sistemi, sa landë i ki pas zgjedhore, edhe sa landë kanë qenë që ti kanë caktu paraprakisht vetë Harvardi. Po, sistemi si funksionon është që parashikohet që çdo semestër nxënësi duhet me i pas 4 landë. Do të thonë 4 landë për semestër, 2 semestra në vit, 4 vjet, janë që diku tepër me diplomu të duhet gjithçysh me i marrë 32 klasa. Tash mënyra, sigurona që po, veç sigurova që kom bo matematikën mirë. Tash prej 32 klasave, sa janë zgjedhore edhe sa janë të detyrueshme me i marrë, varet prej çka studion. Për shembull, unë që kam studiu ekonomi, do këtë i kena pas diku 18 lanë që je koni detyruar mi marrë, edhe 14 lanë për bjen ki mujt mi marrë zgjedhore, po disa prej lanëve të tjera që ki mujt me i studiu, për shembull, inxhinieri apo mjekësi, ato i kanë pas 20-25 lanë të detyrueshme. Po, me rëndësi është që nuk i, veç pse duhesh me i marrë 4 lanë, nuk do më thonë që nuk mundesh me i marrë ma shumë se 4 lanë. Për pos semestrit të parë, ideja është që semestrin e parë i merr vetëm 4 lanë që mos me humbi ngarkut të si student, mbas semestrit parë mundesh me i marrë ma shumë. Për shembull, unë vitin tam të fundit që atë shumë kanë pëlqy lanë dhe nuk u mujt me zgjedh, i kom pas 5 lanë se cilin semestër. Cilat më duket mbate thonë që janë 3000 lanë zgjedhore, për cilave mundesh me zgjedh. Po, Sa po kanë 3000 lanë. Cilat kanë qenë disa prej lanëve ma interesant që i ki ndjek gjatë studimeve në Harvard? Po, do më thonë prap, jonë 3000, edhe ti e supozumi zgjedh vetëm 4 për semestër, kështu që është shumë probleme zgjedh, cilat plus 2 i ki detyrueshme, zakonisht, kështu që i ki 2 lanë zgjedhore prej 3000 lanëve, që duhesh që ti zgjedh se ty të pëlqejnë. Përsa i përket lanëve që unë i kom marrë, ka pas lanë shumë interesante, kena pas një lanë për shembull me negociata, edhe këtë ide o konë gjatë tën landës, 4 muaj ti ki bo negociata me dikon tjetër në klasë. Për shembull, kena mësu për negociata mes 2 vendeve të shteteve latine. Nuk e dim do këtë ka qenë Ekuadori apo Peruja, apo kështu 2 landë, edhe na konë duke gjyku qysh presidenti në atë kohë i ka menaxhu këto negociata. Edhe midis landës, profesori veç ka thonë, në rregull, ti po e thu që presidenti duhet me thonë qëta, thuja në fytyrë. Edhe në atë moment, o konë klasë online, edhe presidenti i Ekuadorit ka hi në Zoom, edhe ti ki pas mja prezentu idetë tuja presidentit, mi thoni presidentit që e ka përfundu një luft plot vjeqare, unë mendoj që ti ki bo qëtë negociat keq edhe duhet me bo qështu, edhe ai ki pas shansën që presidenti me t'jep feedback, me t'jep me t'jep feedback live. Po, që ajo ko një lanë tjetër që po ashtu me negociata ka qenë ma shumë filozofike, po ka qenë pak në pyetje morale dhe çfarë vendimeve duhet me i bo njeri dhe çysh janë mendimet e ndryshme filozofike, kuptimet e ndryshme filozofike të njerëzve. Edhe ka qenë një klasë shumë e madhe, ndoshta 800-900 njerëz, ka qenë amfiteatër, edhe ka qenë e hapur për nxënësat e gjithë Harvardit, jo vetëm të nivelit bachelor. Kështu për shembull, profesori ka pyet, a ka qenë me moralshme çka kanë bo Romakt në Koloseum. Edhe ka thonë, kush mendon që ka qenë e moralshme, çon e dorën. 600 njerëz që ishin dorën, profesori e zot ka një njeri me jap opinionin para 8 tonëve, dhe të një thëke kush e ka një opinion ndryshe, edhe që ke dikush tjetër dorën edhe ti u dofshe para 900 njerëz, do të thonë jo vetëm të nivelit bachelor, po edhe avokata, ata që kanë studiu biznes, do të thonë njerëz që kanë pas 20-30 vjet përvojë punët, je duft me argumentu me ta para 900 njerëzve. Që
ka pas shumë klasa interesante. Po, edhe shumë mirë, po edhe kur ki shumë zgjedhje, vështirë edhe me vendos pastaj cilën me marr. E njerëz që i ki taku në Harvard, gjatë kohës që ki qenë të në studime, ki pas edhe qikën e Barack Obamas aty me ty. Ki pas, tregon pak për shoqërinë që e ki zhvillu, network, rjetëzimin që e ki kriju gjatë kohës në Harvard. A kanë qenë gjithë studentat në Harvard me aftësi intelektuale të jashtëzakonshme, si kanë qenë si persona, me këndje shoqënu ma shumë? Po, mendoj që një stereotip i studentit të Harvardit që nuk mendoj që është i saktë, është se të gjithë janë shumë arrogant. Edhe ajo nuk ka qenë as pak përvoja jeme. Mendoj që përkundrazi shumica nxënësve kanë qenë shumë të hapur, tonë kanë ty kanë qenë mas shumë tim për me bo shoqni, ka pas universitetit a ka bo paka shumë të pamundur mos me bo shoqni, se i ki pas klasat, i ki pas aktivitetet jashtë shkollore, vendin ku ki hongër buk, do më thonë, vitin e parë ka qenë 2000 nxënësa kanë hongër buk në të njëjtin vend, që nuk i pas qare pa u socializu me të tjerët. Shoqnia jem ka pas për një me prej loj, njëna ka pasi me u bo mjeke, njëna ka pasi me u bo konsulente, dhe me thonë nuk është që kom pas një loj specifik të njerëzve që kom dajt me ta. E vërtet që kom pas njerëz në klasë që për shambull o duf me kalu lëm, ka qenë për një fshatit në Indi, edhe fshati nuk ka pas urë, edhe a gjdo dit për me shku në shkollë do me thonë, le që ka ecë në lëm, për i ka pas pantollat ekstra me vetin qanë, që kur ta kalon lumin, me indru pantollat në shkollë. Ka shku prej ati, e kom pas të në një vajzë tjetër e cila u ankojke, qysh kur po ju përdori aeroplanat privat të shoqeve, po më pengon se nuk po e di ku i lojnë sendet. Po e kom problem, qysh Coca-Cola Zero, na kënë po ju pëlqen Diet Coke, e mu më pëlqen Coca-Cola Zero. E kom shumë problem kur përdori private jet të njerëzve tjerë. Me thonë kanë qenë literalisht dy botna, po e ki pas të dy këta persona në të njëjtën klasë u debatu njëri me tjetrën. Qysh ka mujt ky prindis me përballu një shkollë si Harvardi ku viti është $80,000. Tregona pak për se mendoj që kjo informat rreth ndihmës financiare që ofron Harvardi nuk njihet shumë, nëse mundesh me na tregu pak. Po më shumë mirë që e boni këtë pyetje, se mendoj që një prej benefiteve më të mëdha që ofron Harvardi dhe disa institucione më pak se 10 në Amerikë për studenta internacional është shkatojnë ata need blind admissions, që i bjen që pranimit në fakultet nuk varet prej mundësisë tënde për të paguar. Për Harvard më duket si vjetë ka nëse familja i fiton më pak se sa $100,000 në vit, atëherë familja nuk duhet me pagu as një cent drejt edukimit tënd. Përkundrazi Harvardi leqet të pranon, edhe që nuk i nevojë me pagu as për akademi, do me thonë tuition fees, as për qëndrim, e ki qëndrimin atje në konvekt të pagum, e ki ushqimin e pagum, edhe të jep pare, cash, gjdo semestër, diku $1,000, $2,000, $3,000, që me ndihmu ty me ble librat, me ble ndonjë kafe. Për shembull dimrit e ki diku $300-400 që t'japin pare cash, me dalë me ble një jakne. Se Bostoni ka dimrat e ftoftë, edhe ka shansa që nxënësat nuk kanë jakne, kështu që t'jap fakulteti parat direkt. Për pas kësaj, ki edhe mënyra tjera me u marë për shembull në kampus, mundesh me punu, mi fitu diku $2,000-3,000 për semestër, nëse dën me shku dika për shembull me udhëtu, po nuk dën me bu një internship në Japoni, po nuk i mundësi me shku në Japoni, Harvardi ka programe të posaçme që t'i japin $5,000-10,000, që ti me mujt me përndjek ato dëshirat e tua, qofshin akademike apo jashtë-shkollore, se institucion është me të vërtetë i jashtëzakonshëm. Po edhe buxhetin këto endowment duket e ka 6 fishë për shembull sa ka Kosova si shtet, kështu që kanë edhe shumë fonde që munden me ndihmu studentave edhe ata lokale edhe këtu në vend ndërkombëtar. Po, endowment do të thonë vlera e investimeve të Harvardit ndoket si vjet është diku $52 bilion. Është universiteti më i pasur në botë për sa i përket kësaj vlere. Kjo nuk i bën që ai harxhon $50 bilion në vit, po më duket buxhetin e ka 3 bilion, që është gjysa apo 1/3 e buxhetit të shtetit Kosovës. Kështu që për buxhet, për sa i përket aktiviteteve për research, është i pari në botë. Mrekullueshme. Si kanë qenë konviktet? A jetojnë studentat të gjithë brenda konvikteve të Harvardit? A mundesh me jetu jashtë? Qysh e vendos shokën e dhomës? Sa varet kush të bjen, sa vete e në dhomë? Konviktet, interesant, edhe pse është një fakultet shumë i pasur, konviktet, shumica e ndërtu në vit, Harvardi është fakulteti i parë në Amerikë, kështu të është shumë i vjetër, edhe më duket
350 vjet, nëse nuk gaboj 1636, më duket ka qenë që është viti i parë që ka filluar si institucion, kurse konviktet nuk janë luksoze. Po mënyra që është vitin e parë shkon komplet random. Harvardi ta dërgon një formë online, më duket mi ka marrë diku 4-5 orë me plotsu, ka shumë pyetje, edhe pastaj përdorin që atë formë me të qitë në konvikt me dikënd. Pas vitit të parë janë 11 konvikte në kampusin e Harvardit, edhe ti ki drejt me zgjedh deri në 7 persona të tjerë që ki qef me jetu me ta, edhe Harvardi në një mënyrë randomt, të vendos në njënën prej 11 ne i themi shtëpia. Çdo konviktet janë shtëpia dhe secila shtëpi do me thonë është ideja që shtëpia ka me qenë pjesa kryesore e edukimit tonë në Harvard. Do me thonë brenda shtëpisë e ki kuzhinën ku han buk, e ki dhomën, e ki sallën e fitnessit, e ki bibliotekën, edhe i ki dhomat ku mundesh me u socializu me njerëz. Sa mirë që po thu pri fillimit tha që rrjedhëzimi që krijohet në Harvard është një ndër pikat kyçe pse njerëz dëshirojnë me shku, që e krijon një rrjet fort, kështu është shumë mirë që edhe mënyra e jetesës është e dizajnuar që me kriju shoqëni sa më të fortë. Cilat janë disa prej si misconceptions ose disa prej ndoshta gjykimeve që njerëzit i kanë rreth Harvardit që edhe ti e ke pas, ndoshta kur je shkuar ti e ke pa që nuk janë të vërteta. Kisha thonë e para është për sa i përket studentave që shkojnë. Kisha thonë që studentat nuk janë arroganta. Nisën që unë e kom pa që të tënë studentat ose që të krejt kanë qenë shumë ambicioz në ato që, për shembull, dikush ka dashur me qenë doktori më i mirë, dikush ka dashur me qenë president, po krejt kanë pas qef më konë më të mirë në çka bojnë. Që mendoj që ka qenë, nëse isha duhet me gjithë një send që e kom pa të shumica studentave, ka qenë që një ambicie shumë e madhe. E dyta ka qenë një punë që unë shumë punëtor. Kjo mendoj që për një ka qenë, unë javën e parë kam shku edhe ka pas në zanësa që javën e parë i ka marrë gjumin bibliotekë, se rishin të mësu, edhe pse ka qenë java e parë e studimeve. E dyta kisha thonë që njerëzit e konsiderojnë Harvardin shumë si institucion akademik. Po në zanësa thonë që shumë mëson jashtë klasave në Harvard se sa që mëson në klasa, se për shembull matematika 2+2 bojnë 4 në çdo universitet në botë. Po çka të mundson Harvardi janë klubet që amerikanë shumë kështu të komb i vlerësojnë shumë klubet dhe aktivitetet jashtëshkollore. Kanë qenë 3000 klasa, po kanë qenë edhe 3000 klube. Për shembull ka pas klube të konsulentës që ti si nxënës ki pas mundësinë me punu për kompani si Gucci, Lululemon, Boeing, do me thonë kompani Fortune 100 që janë gjigande, edhe unë e kom pas personalisht shansën me bisedu me CEO të disa për këtyre kompanive, edhe më jep rekomandime për shembull qysh me përmirësu ata biznesin e vet. Kur do që e viziton Harvardin, e prekat statujën e John John Harvard, e dikun ta lexu që njihet si statuja e 3 gënjeshtrave. Po. A mundesh me na tregu pak çan që ato 3 gënjeshtrat? Po, statuja është domethënë si të hinë në Harvard në pjesën kryesore të Harvardit, ja vazhdon me i drejtë dhe sheni statujë të një personi që është i ulëm, edhe statuja është e bronzit, po vetëm maja e këpucës është e arit. Edhe ideja është që nëse prek majën, të rriten shancat që ki me u pranu në Harvard. Statuja ka emrin statuja 3 ranave për shkak që mbi shkrimi aty shkruan që kjo është John Harvard, që është themelusi i fakultetit, kjo është rana e parë, ai nuk ka qenë themelusi, ai ka qenë donatori i parë. Rana e dytë është që statuja nuk është me të vërtet John Harvard, ka qenë një student në atë kohë, që skulptori ka mendu që ka qenë bukurash, edhe ka vendos me bo ata si model për statujën, edhe treta mdo këtë aty shkruan që Harvardi është themelu në 1638, po me të vërtet është themelu në 1636. Kërë që prandoj thonë statuja 3 ranave, po ashtu nëse dikush e viziton Harvardin, ju kisha lut mos me prek këta majën e këpucës, se fatkeqësisht për shkak që si student në Harvard me të vërtet ki shumë turista. Për shembull, unë e kom pas konviktin e katë parë, edhe ndodh ke vishin njerëz turista prej krejt botës më trokitëshin dhe ma bëshin a bon me ti në konvikt, se po doj me pa qysh jetojnë studentat e Harvardit. Tash nuk mundesh ti milion njerëz me ti në shpe. Edhe përkundazi kur je të shkon në klasa mundesh me u vonu se ka rend, njerëz të prit në rend me pa universitetin. E pak turistat
ju pengojnë nxënësave, edhe për atë arsye ja ka fillu një farë lloj tradite ku nxënësat urinojnë në statuj. Kështu që është një traditë që thonë që kishe nuk mundesh me diplomu, po e bo. Kështu që statuja nuk është shumë sanitare, edhe ju kisha lu që nëse vizitoni mos me ja prek majën e këpucës. Është edhe kom dëgju që në Harvard janë disa klube që quhen Finals Club. Po. A më na tregom se ato janë çfarë janë ato Finals Club? Po. Finals Club në Harvard janë në universitetet në Amerikë është mjaft common me pas Greek life, dhe me thonë janë fraternities edhe sororities, fraternities për meshkuj, sororities për femna, edhe ajo është ideja që jashtë shkollës me umbledh me disa bashk studenta, edhe me bo ndeja, me u knaq, me pi, për shkak që Harvardi nuk ka Greek life, Harvardi ka këto final clubs, edhe këto dhe me thonë janë qështu klube jashtë shkollore, nuk janë pjesë e universitetit, dhe me thonë janë jashtë shkollës, edhe aty mbledhe njerëz, janë shumë selektive, dhe me thonë një send që është për Harvardin është mbasi që të pranosh në Harvard, shumicën e sendeve që dënë me bo në Harvard, duhesh po ashtu me apliku. Për klasa që janë shumë të famshme, duhesh me dërgu një aplikim, pse duhen ata me të pranu në klasa, për klube duhesh me dërgu një aplikim për disa klube, duke përfshirë Finals Club, të merr diku 3 deri në 5 muaj me u pranu, ka intervista, disa final clubs, kanë disa sfida që për shembull të marrin këto final club po ashtu janë të njohur me që janë shumë të pasuna. Për shembull njëna që ka bën është çka kom dëgju, të marrin, çojnë me private jet në Londër, edhe ta marrin pasoshen. Edhe duhen me këshyr sa qysh po mundesh ti mu gjint midis Londrës, pa pasosh, pa telefon, qysh po kthehesh në universitet. Kështu që janë shumë ka plot nivele të challenges, sfidave që i kisi student. Po Final Club kryesisht merren ma shumë si vende që shkon me u taku me njerëz tjerë edhe me u knaq, kështu janë ma shumë për ndeja, për parties, për çto. Po. Kur e kujton kohën tonë në Harvard, edhe pse kanë kaluar tash 3 vite, cilat janë disa prej momenteve që mas qarta të kujtohen. Mendoj që mas shumë të më kujtohet koha që e kom kalu me shoqni. Dhe me thonë shoqnin që e kom bo në Harvard, mendoj që kom e pas të njetën. Edhe shumë ja kom po hajrin qasaj shoqnie, se sa akademikisht Harvardit, apo emrit të Harvardit që e kom në rezume. Kur vjen puna për punën që e kom gjetë për shembull, punën më ka kallzu një shok, so nuk e kom di që ky aplikacioni është hap mas pari. Kur vjen puna për aktivitete jashtë-shkollore, shoqnia më kanë kallzu, ata më kanë ndihmu me apliku për punë, ata më kanë ndihmu dhe me thonë me shumë sende. Kështu që kur vjen puna për çka më kujtohet, nuk më kujtohen lanë specifike që i kom pas, apo çka kom mësu në makroekonomi. Më kujtohen çdo momente që i kom kalu me shoqni, për shembull, ty mësu bashkë tepër vonë, ty dal, ty kon konvekt ton kohën bashkë. Kur e përfundon Harvardin, është ne besoj tash kujdo që i thush e kam përfundu Harvardin, presin prej teje që kemi mbrit tash muajat në çdo sferë tjetës. Më kujtohet më patë tregu para një kohe për një seminar që e ki pas dhe një historie që ka nda një vajzë me juve që ka bo krejt klasën me pas një emocione shumë të forta. A mundesh me na tregu pak të qasaj? Po, sigurisht, ka qenë një prej klasave, ka qenë klasa për public speaking, do me thonë, ideja ka qenë me mësu qysh me jepti një fjalim, edhe që ju len mbresa audiencës. Edhe vajza në fjallë ka jep fjalim qysh para se më ardhë në Harvard, e ka marrë një vit pushim, ku ka jep mësim në një fshat në Spanjë. Edhe ka thonë që para se më ardhë në Harvard, dëshira me ma e madhe ka qenë me u bo mësuse. Shumë i pëlqej me jep mësim, edhe ka thonë që në viti jam në Spanjë, konë viti maj lumë të rjetës tam, edhe aty ka vendosë që në basi të diplomon prej Harvardit, do me u këthy në Spanjë edhe me jep mësim të njetën. Po ka thonë që presioni i madh që e kisi studenti Harvardit me mbri shumë, ja ka ndru bot kuptimin. Ka thonë që për shembull në për klasa kur ju kallzoj ke nxënësave tjerë që unë e kom ondër me u bo mësuse, nxënësat kanë qenë pak. Është ajo ideja që duhesh me bo diçka të madhe me jetën tonë dhe pasi diplomon prej Harvardit. Është për shembull pse nuk po shkon me punu për Goldman Sachs, për JP Morgan, pak a shumë jetu e qu dam. Ajo të që ka pas njerëz që i kanë thonë që gjyna që je pranu ti në Harvard, kur ka mujtë mu pranu dikush që ka bo ma shumë.
edhe argumenti i vet ka qenë që ky presion i madh që ja ka jep Harvardi ja ka ndru jetën jo bash në aspektin pozitiv. Për shkak që atë që tash edhe nëse kthejna në Spanjë me jap mësim, ton kohën e kom ato mbas vetës që jom tu e qu dëm keq to mundësi që i kom pas, që njerëz tjerë nuk i kanë pas. Kështu që ajo është ndoshta një prej negativitetit që ta jap presion, jo vetë institucioni se institucion nuk t'jap presion, nuk të duhesh gjithçysh me shku, me marrë një punë që punon me, s'po di, me Boeing, me Nvidia, po është ideja që klasat, nxënësat, çka që është ajo presioni me pas sukses. Sa që shumë njerëzve janë drënë, shumë njerëz vinë në Harvard me idenë që kanë me bo diçka, për shembull, me u bo mësuese, po dalin me idenë që duhen me bo diçka komplet tjetër se për ndryshe janë tu e çu dëm edukimin që e kanë marrë. Pyetja fundit po lidhemi me fillim që tha që kur e ke marrë formën e arsyeve pse e pranu, esejat kanë qenë arsyeja kryesore ku i ke marrë pikë maksimale dhe që të kam pranu. Nëse se gaboj, kur kena punu në aplikim bashkë, pyetja ka qenë atëherë, how do you plan to use your college education? Qysh planifikon me shfrytzu edukimin që merr në Harvard? Qa ka qenë eseja jo? Qa kishe në esejen tënde? Eseja e më duket o rishkru, ti më kallzon ma mirë sot 10 herë, 15 herë, e më bëj mend, kena pas shumë emaila, jo nuk po më pëlqen që kjo fjali, jo filloja me qëta. Po më duket ideja që e kena shkrujt esenë së bashku, o konë me ndërlidh fatin tem me fatin e Kosovës si shtet. Tash aty pak, dikush mundet me thonë fat, dikush mundet me thonë jo fat, unë kom lind vitin 99, që po ashtu ka qenë viti kur u përfundu lufta në Kosovë, edhe prandaj paka shumë Kosova si shtet edhe unë e kena moshën e njëjtë. Edhe që ajo konë thelbi i eses ka qenë që jo vetëm që e kena moshën e njëjtë, po unë edhe Kosova jena rrit bashk. Unë kur i kom pas hapat e para si person, Kosova i ka pas hapat e para si shtet, Kosova kur ja ka nis me i ndërtu institucionet, unë ja kom nis me i mësu fjalët e para në shkollë, e kështu me radhë, edhe ideja ka qenë që edhe ardhmja jam, qysh si e kalumja është e lidhme me ardhmen e Kosovës, që nëse unë si dërën du me pas sukses, atër edhe Kosova si shtet duhet me pas sukses, edhe unë ko me përdor, du me thonë me ta answer pyetjen direkt, unë ko me përdor edukimin tam në Harvard që me i ndihmu zhvillimit të Kosovës. Po eseja jote, e kena publiku esenë në webfaqen tonë, kështu që nëse dikur don është në webfaqe. A do në më këthy në Kosovë? Mbasi eseja ka qenë për kontribimin, rritjen së bashku që keni pas me Kosovën, cilat janë planet e drinit për të ardhmen, për momentin në Boston, në të ardhmen ku është veten. Ideja është që tash unë çdo vit për vit, që din edhe familja e pak më bërtasen është që unë çdo vit thom familja dhe shoqënia, unë çdo vit thom si vjet du më kthy, si vjet du më kthy. Po është ideja që prap do të thonë rritja profesionale, që unë jam të marr për momentin në Amerikë nuk ekziston në Kosovë. Për shembull, në kompaninë ku unë punoj, nuk ka një punëtor që punon më pak se sa 70-80 orë në javë. Edhe është një rritje profesionale të cilën unë fatkeqësisht nuk muj me marrë në Kosovë. Që ideja është vitet e para të karrierës, tash 3 deri në 5 vite, me i kalu në Amerikë, që me marrë që përvojën e punës që nuk muj me gjetë kërka tjetër në botë, edhe pastaj me i marrë krejt çdo mësime që i kom bo në Amerikë, si universitet student në Harvard edhe po ashtu si punonjës në EY Parthenon, edhe me u kty në Kosovë dhe që atëherë me ndihmu Kosovës, për një me, ose qoftë duke ju bashkangjitur në një institucioni publik, me ndihmu në ngritjen ekonomike, apo në aspektin privat, për shembull duke qenë një private equity ose një kompani të njëjtë që ndihmon bizneseve me qenë sa ma eficiente në operacionet e tyre. Po më pëlqen shumë i kishën mirë me pas edhe kësi mundësi edhe për trinjtë e Kosovës me mu zhvillun që industri që të nanë për momentin nuk është. Për fund, a ka diçka që ndoshta kishe pas me thonë që nuk e kom pyet, nuk e kom jap hapësirën? S'po di, mendoj që kena bisedu, që kisha thonë është për nxënësa, do me thonë, e Kosovës, qofshit në shkollë fillore të mesme, një bachelor të nivelit master, nëse shinin ndonjë mundësi jashtë, lut na aplikoni, kur nuk i dihet a keni mu pranua jo.
nëse do një mu siguru që keni mu pranu, atër punoni me IB Journey, se me të vërtet jonë të mrekullueshëm, stafi këto është shumë, i den do me thonë krejt punt, i den ato dots, që shtojnë Amerikanë, do me thonë i din krejt komplet prej as deri në zhë për sa i përket aplikimeve, se me të vërtet me dalë jashtë edhe me pa jetën si student jashtë, është Harvardi ka qef me thonë është një eksperiencë transformative. Me thonë vjen si një individ komplet tjetër dhe del si një individ komplet tjetër. 99% për arsye pozitive. Kështu që ju kisha rekomandu tonëve me apliku sa ma shumë se kursi dihet. Faleminderit shumë që erdha. Unë faleminderit juve të ringa. Shihemi në episodin tjetër.